Pavarësisht paralajmërimeve për protesta dhe blokada të kuvendit nga ana e lidhjes së sindikatave, kuvendi do të funksionojë në mënyrë të rregullt dhe pa ndonjë pengesë, tha kryetari Afrim Gashi, duke shtuar se Ministria e Punëve të Brendshme ka marrë të gjitha masat për të siguruar protesta të qeta dhe punë normale për deputetët. Gashi pret që protestuesit e udhëhequr nga sindikalistët të bllokojnë vetëm hyrjet për automjete, ashtu edhe siç është paralajmëruar. Ne duhet të vazhdojmë me punë, duke respektuar njëkohësisht të drejtën e protestës. Nuk do të ketë sigurim të posaçëm për kuvendin, pra ne do të punojmë, ata do të protestojnë. Afrim Gashi tha se në mbledhjen e rregullt me koordinatorët e partive politike në kuvend nuk është diskutuar çështja e rritjes së pagës minimale, sepse siç potencoi, është çështje politike dhe secila parti ka qëndrimin e vet. Ndonse nga lidhja e sindikatave kanë potencuar se do të kërkojnë që deputetëve nesër të mos u paguhen harxhimet rrugore, Gashi tha se një gjë të tillë nuk mund ta bëjë kuvendi, sepse është i obliguar me ligj të paguajë harxhimet rrugore deputetëve që dorëzojnë kërkesë dhe kupona fiskal deri tek ata. Rritja e pagës është çështje politike, secila parti ka qëndrim të vetin, nuk është ngritur si çështje për të diskutuar mes koordinatorëve. Nëse deputetët dorëzojnë kupona fiskale dhe kërkojnë harxhime rrugore, ne sipas ligjit jemi të obliguar të bëjmë një gjë të tillë. Ndryshe nesër në ora 9, punonjësit e udhëhequr nga lidhja e sindikatave do të bllokojnë kuvendin. Ata kërkojnë rritjen e pagës minimale dhe nivelizimin e pagave të tjera në bazë të rrogës minimale.